Rrezik absolut zhvillimit. Kjo po shqetëson mu, se domthon sipas kësaj që po thotë profa, ka qysh tash një përpjekje me alo fojnë për dështimin Komitetit Olimpik, edhe pse... Po nuk dështojnë, nuk flitet për dështim. Unë nuk dërhyna të dëgjova... Po jo, pse po paragjikon me dështu, pse po dënë dështu? Po flet për dështimin, nuk ka dështime, çdo gjë po shkon sipas programit, planit. Jo 25 sporte, mbi 60% infrastruktura veç është e gashme. Se unë jam i profesionit. Unë i profesionit jam. Jo, nuk e i profesionit të tyre, jo. Bele për infrastrukturë sportive, për ligjëratat moj. Jo, as për ligj, as për infrastrukturë sportive. E po, te kemi ratu një ligj për lojrat mesdhetare, me cilën krejt qeveria ka marrë kompetencën për menaxhimin e lojrave mesdhetare edhe investimet. Jo për menaxhimin, edhe investimet. Për përgatitjen e kushteve nuk mundet qeveria mu përzin politikën organizative është Komiteti Olimpik. Ka me rregullu qeveria. Qeveria nuk i cakton formacionin e lojtarëve, po e marrën stadionin. Ku e ki infrastrukturën sportive, asnjë projekt s'ka filluar. Formacionin se cakton. Asnjë projekt s'ka filluar. Asnjë projekt s'ka filluar. Shiqon, e dini ku planifikohen hapja dhe mbyllja e lojrave mesdhetare, e din? Po profesor. A e din as e din? A e din ku? Jo, unë e di çka keni thonë ju. Jo çka keni thonë ju, si vendosje. Ora a din ku hapen edhe mbyllen lojrat mesdhetare? Çka ka thonë ministri Çeku? Ka thonë komi i bë 30 stadiume në vlerë 180 milionera. 4 stadiume të kategorisë 4. A din ku hapen edhe mbyllen lojrat kategorisë 2? Lojrat olimpike, a din? Që s'ka më të hap hiç. Kështu që shinë ty punu s'hapen hiç. Mbyllën, prof. Në stadionin olimpik Adem Jashari, sepse i plotëson krejt kriteret, është me shteg të atletikës edhe ai do të jetë i gatshëm. gatshëm. Stadion Adem Jashari që 6 vjet, a dëna profesor. Mora po flasim për lojrat mesdhetare. Shohën nuk hapet çka ty se ka që kemi bërë, s'kan me hapë. Tema se shtrohet. Armeni Jashari do të më kry 2022-ën. Armeni shtroi shumë mirë pyetjen. Po ju qeveria hyj 2 herë ti ke qenë kur ke investuar në Adem Jashari është shkatruar. E din ti atë, ka 1 milion, 2 milion. Po projekt edhe vërtet është edhe kjo. Po projekt me ka investuar edhe është shkatruar. Hala pa përfundu ndeshje ka shkuar shkatruar. Se u dash me planifiku kur ndërtohet me u mirëmbajt. Kjo është problem. As keni investu, as keni pas katërone. Unë këtu në këtë studio po i them se stadiumi ku hapen lojrat mesdhetare, ku 60% lojrave mesdhetare do të zhvillohen, ku jo 25 sporte, sepse sporti i judos do të bëhet në